E nëse jena mirë me Zotin, e po na vinë sprovat, dijeni se Zoti po dën. Qysh po dën? Zoti ka në dën e sprovon jetën e kësaj bote. Andaj pra, duhet me pas parasysh se këta që i dën Zoti, i sprovon, e dini pse i sprovon? Se dën me jauni zanin, tu lutaj me i thonë, o Zot, ndihmon të ka lekit sprov. O Zot, më ka ra ky virus. Largoma prej trupit tem, largoma prej familjes tem, largoma prej xhamatit tem, largoma prej venit tem, largoj edhe prej krejt rruzëve të kësur. Don Allahu ty, po don Allahu me tani zanin. Qohesh natën kur ti të flen, e Allahu po don me të pa ty, të për ullur, të përgjëruar, të përlotur, duke lut Allahun, edhe po kënaqet Allahu. Po donë Allahu me ta dëgju ty fjalen astaghfirullah, të kërkoj falje o Allah, më falo Allah, më falo Allah, më falo Allah. Po donë Allahu me ta dëgju fjalen tane duke thonë, o Allah, te këti pendohem, po pendohem, po i bje pishman këtyre gabimeve, gjunaheve që i kom bot, vogla apo të mëdha qofshin. Po donë Allahu me tani gjuhën tane duke u lag me dhikr, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah.